Shkurt fare dhe flas vetëm për një rregull hyjnor. Një listë Allahut Azza wa Jalla që ka vendos për njerëzit. Këtë rregull hyjnor ne e hasim edhe ke porosia që jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. I thot pasi që Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ishte i hip ngomar bashkë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i thot: "O djalosh, inni uallimuka kalimat." Unë do mësoj ty disa fjalë. Dhe njëra nga ato porosi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam cila ishte: "Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shidda." Njihe Allahun Azza wa Jalla. Roje Allahun Azza wa Jalla ndërkohë që ti je mirë, nëse do që Allah mos të harroj ty në kohë të vështira. Kjo është një porosi e madhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një mësim tepër i madh që jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm Ibn Abbasit, por të gjithë neve. Dhe po të shikojmë këtë rregull hyjnor, ne e hasim edhe në historitë që ka përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Do ndalem këtë dy histori që ju dini shumë mirë. Historia e parë është historia e faraonit. E sjell Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Çfarë ndodhi me faraonin? Pasi që ndoqi Musa'in alayhis salam, Musa alayhis salam kaloi detin, i hapi Allahu detin, kaloi detin, ndërkohë që faraoni bashkë me ushtrinë e tij u mbyt në atë det. Në çaste të vështira, çfarë tha faraoni? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tha besova në atë çka besuan banu Israilit, por që ishte tepër vonë. Faraoni u kujtu për Zotin e tij atëherë kur vdekjen e pat sigurt. Ju afro vdekja, ishte në çaste të vështira. Ama para kësaj nuk doshte t'ja dinte. Por jo vetëm pretendonte se ishte Zoti. Edhe Allah Azza wa Jalla e mbyti në det. Nga ana tjetër, një histori tjetër e ngjashme me faraonin, por që ky ishte profeti i Zotit, Yunus alayhis salam. Ndërkohë që ishte në çaste të vështira, brenda 3 errësirave, barkun e balenës, errësira e detit, edhe errësira e natës, ju lut Allahut Azza wa Jalla dhe Allahu e shpëtoi, e nxorri për barkun e balenës, ja riktheu shëndetin edhe e ktheu ke populli i tij. Allahu Azza wa Jalla ju përgjigj Yunus alayhis salam në çaste të vështira. Sepse Yunus alayhis salam e njohu Allah, e kujtonte Allahun kur ishte mirë. E faraonin e mbyti Allahu Azza wa Jalla, edhe pse ishte në të njëjtën situatë siç ishte Yunus alayhis salam. Sepse faraoni u tregu mosmirënjohës ndaj mirësive të Allahut Azza wa Jalla, ndërkohë që ai ishte mirë. Ky do të jetë një mësim auton që ne do kemi parasysh gjatë gjithë jetës tonë. Ne gjithmonë duhet ta kujtojmë Allahun, ti je falënderues. Na jep Allahu shumë të mira. Na jep Allahu Azza wa Jalla shumë të mira. Të gjitha të mira që i kemi prej tij. Përderisa ne jemi në mirësi, jemi me shëndet, jemi të fortë, ti je falënderues ndaj Allahut Azza wa Jalla. Sepse nuk i dije si vjen rrethanat. Nuk e dije se si vjen rrethanat. Nëse do që Allahu Azza wa Jalla mos të harroj në vështirësi, ti do ta kujtosh shumë kur je mirë. Lutë Allahun që neve të na bëj për atyre që e kujtojnë Allahun në çdo gjendje. Lutë Allahun ta bëjë neve falënderues, mirënjohës. Po siç është edhe kjo mirësi e kjo dalme, ky piknik që na ka mësuar Allahu, ta falenderojmë Allahun se këto janë mirësitë e Allahut. Ne i hasim, i shikojmë këto mirësi të pafundme që na ka dhënë Allahu Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zoti shpëlbej të mirë. Allah shpëlbej.